Numrat për çka? Po me kalu raportin. Numrat për me kalu raportin nuk është shumicë e thjeshtë. Dhe të gjithë ata që janë deputet duhet me pranu besimin qytetar që kanë marrë. Ata që nuk e pranojnë le të heqin dorë. Unë mbram kam dhënë një propozim për zgjidhje kushtetuese. Gjithë ata që refuzojnë dhe abstenojnë vullnetin qytetar, le të i bëjnë propozim Komisionit Qendror Zgjedhor, ai mundet me zaventsu nga e njëjta parti, në vend se tjetë ta zam nga AK-ja La Ibrahimi, vjen kuvend Kosovës Besnik Tahiri, mrapse në vend se tjetë Lumiri vjen Driton Selmanaj, besoj që ata kanë një uri më të mirë parlamentare dhe nuk e bëjnë një gabim të tillë. A mund të kaloni pa votat e opozitës? Jo, nuk është kjo çështje e shumicës së thjeshtë, kjo është e don apo nuk e don mandatin dhe besimin qytetar. Ata që refuzojnë, ata s'duhet me qenë deputet kuvendit. Kjo është temë tjetër. Do para se me shku tek çështja e konstituimit kuvendit edhe të qeverisë, ata që kanë mohu mandatin duhet me u largu nga ulset e kuvendit të Republikës Kosovës.